Të nderuar qytetarë, sot pash në media kryeministrin në detyrë dhe ministrin e infrastrukturës në detyrë teksa promovonin nisjen e një projekti kapital diku në komunën e Malishevës. Dhe mora që të dhënat financiare rreth shpenzimit të buxhetit për investimet kapitale në vitin 2026. Dhe e dini çfarë? Në vitin 2026, konkretisht në 3 muajt e parë të vitit 2026, qeveria qendrore ka shpenzuar vetëm 25 milion euro për investime kapitale. Në ndërkohë që komunat e Kosovës, të cilat marrin pjesë me vetëm 20% në buxhetin e përgjithshëm, kanë shpenzuar mbi 42 milion euro, gati 2 fishin e qeverisë qendrore. Dhe një informat tjetër, a e dini se sa buxhet është para pa në ligjin e buxhetit për investime kapitale për vitin 2026? Rreth 1 miliard euro. Saktësisht 998 milion euro janë të parapame për investime kapitale e në 3 muaj shpenzohen vetëm 24 milion. Kaq sa i përket punës së kësaj qeverie.